Gushti vijon të jetë një muaj i pasur me aktivitete kulturore dhe festive në bashkinë Roskovec. Një prej tyre është edhe Festa e Kumanit, e cila do të zhvillohet në fshatin Kuman dhe mbledh së bashku banorët e zonës, familjarët dhe emigrantët e rikthyer për pushimet verore. Në një intervistë për televizionin Apollon, kryetarja e Bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, foli për aktivitetet e zhvilluara gjatë muajit gusht, duke u ndalur dhe tek festat tradicionale që organizohen në territorin e bashkisë. Festa e Kumanit vjen si një moment i rëndësishëm për komunitetin, duke ruajtur tradita dhe duke krijuar një mundësi për të bashkuar sërish me ata që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, por që verës rikthehen në vendlindje. Kryetarja Bufi theksoi rëndësinë që kanë këto aktivitete për emigrantët, të cilët jo vetëm festojnë me familjarët dhe bashkëqytetarët e tyre, por kanë edhe mundësinë të shohin nga afër ndryshimet dhe zhvillimet e realizuara në Roskovec. Gjatë gjithë muajit gusht, në Roskovec janë zhvilluar një sër aktivitetesh kulturore, artistike dhe festive, duke sjellë më shumë gjallëri në qytet dhe në njësitë administrative. Festat të tilla, përveç se ruajnë traditat dhe kulturën lokale, shërbejnë dhe si ura bashkimi mes komunitetit dhe emigrantëve, duke kthyer verën në një periudhë takimesh, festash dhe rikthimi në vendlindje. Atëre, në bazë edhe të kalendarit të aktiviteteve kulturore të miratuara në fakt që në fillim vitit, ne jemi tani brenda muajit gusht, një muaj ky që qytetarët e Roskovecit janë mësuar dhe e dinë shumë mirë që gjatë këtij muaji ka aktivitete kulturore argëtuese në përfshatrat e Bashkisë së Roskovecit. Në qoftë se ne në 24 korrik, 25 korrik bëjmë festën tradicionale të qytetit, atë që quhet Festa e Qytetit, ne gjatë muajit gusht bëjmë festën e Vidishtës, bëjmë festën e Luarit, bëjmë festën e Strumit, festën e Kumanit, ashtu siç bëjmë përgjatë gjithë vitit edhe festat në përfshatrat e tjera. Për shembull, bëjmë festën e Serave të Gjelbërta, një festë e cila bëhet në Suk dhe në Velmish, por këto festa tani janë të dedikuara gjithë emigrantëve që gjatë muajit gusht dhe kryesisht korrik vinë në Roskovec, kthehen në shtëpitë e tyre, dhe pse jo gjatë kësaj kohe që përjetojnë, po themi, momente kënaqësie, të kenë edhe këto momente të bukura me të organizuara nga bashkia për të socializuar me njëri tjetrin, për të njohur me gjithë ndryshimet që janë bërë tek qytetarët e pjesa e komunitetit ku ata jetojnë, por dhe për të patur ca momente gëzimi dhe argëtimi me njëri tjetrin. Ne sot startojmë me Kumanin, kemi festën lokale të fshatit Kuman, ku fillon orën 9 dhe për një periudhë prej 2-3 orësh do të ketë muzikë, argëtim për gjithë qytetarët e Kumanit dhe gjithë ata që vinë nga pse jo dhe nga fshatrat e tjerë përreth. Pastaj do të vazhdojmë me Luarin edhe me Strumin gjatë muajit gusht.